Dy aksidente me 9 të plagosur dhe përfshirjen e 4 automjeteve ndodhen përgjatë kësaj të diele në Lushnjë. Aksidenti i parë i rënd u regjistrua në bypassin Pluk-Savër, kur një mjet tipër Range Rover me targa AV 674 doli nga rruga duke u përplasur me trafik ndarsen dhe më pas shpërtheu në flak. Si pasojë e përplasjes u plagosën 5 persona, 2 prej të cilëve në gjendje më të rëndë. Sipas burimeve policore në automjet udhtonin Alfred, Ramisa, Akile, Valbona dhe Besart Krasniqi. Ata ndodhen në spitalin e Lushnjës dhe po marrin ndihmën e parë mjekësore. Shkak për përplasjen dyshohet të jetë bërë shpejtësia mbi normat e lejuara, si dhe lagështia në rrugë. Ky aks rrugor bëhet problematik për drejtuesit e mjeteve sepse mban ujë sa herë që bieshi. Aksidenti i dytë ndodhi në afërsi të rreth rrotullimit të kolonjës. 3 mjete u përplasën në seri, por fatmirësisht pati vetëm dëme materiale. 4 persona janë transportuar në spitalin e Lushnjës për ekzaminime shëndetësore. Sipas të dhënave të para, dyshohet se një prej mjeteve ka përplasur mjetin që ishte para tij në pamundësi të frenonte për shkak të lagështirës në rrugë, por edhe ky u përplas nga pas nga një tjetër mjet.